Dhunoi brutalisht nënën dhe u hodh në det, gjendet i mbytur 20 vjeçari shqiptar. Trupi i pajeti 20 vjeçarit me origjinë shqiptare, Ricardo Mërkuri, është gjetur në mesditë në ujërat pranë portit Civitanova Marke në Itali një ditë pasi ai ishte hedhur në det. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, i riu dyshohet se është futur me dëshirë në ujë pas një episodi të rënd dhune në familje. Mësohet se ai kishte goditur nënën e tij me grushta në fytyrë duke e plagosur. Pas konfliktit, 20 vjeçari ishte larguar nga banesa në Polenza me automjetin e tij Mercedes, ndërsa telefonin celular e kishte lënë në shtëpi, që prej mbrëmjes së të premtes familjarët nuk ishin arritur të lidheshin me të. Më vonë makina e tij u gjet e parkuar pranë hyrjes portit në Civitanova Marke. Pamjet e kamerave të sigurisë e kanë filmuar fillimisht duke lëvizur në zonën portuale dhe më pas në momentin kur po hidhej në det. Në një tjetër regjistrim ai shihet duke dalë për pak çaste në sipërfaqe për të hedhur sërish, pa u parë më. Me njërë pas denoncimit, autoritetet nisën operacionin e kërkimit, ku angazhuan zjarfiksit, polumbarët, garda bregdetare dhe karabinierët. Për shkak të mungesës së dritës, kërkimet u pezulluan gjatë natës dhe rifilluan orët e parë të mëngjesit me ndihmën e dronëve. Trupi u lokalizua më pas në zonën detare pranë portit, ndërkohë nëna e tij, 53 vjeç, u gjet e plagosur në banesë dhe u transportua me urgjencë drejt spitalit Mekaratës, ku po trajtohet në terapi intensive. Sipas burimeve spitalore, ajo ndodhet në gjendje të rëndë, por jashtë rrezikut për jetën. Familja me prejardhje shqiptare jetonte prej mbi 20 vitesh në Itali dhe është e njohur në komunitetin e Polenzës. Autoritetet italiane po vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht dinamikën e kësaj ngjarje.